Ajo që unë shoh është një Europë e cila është ende në petkun e demokracisë liberale dhe ende nuk do të jetë realiste apo të pranoj të gjithë realizmin që ka tashmë sistemi ndërkombëtar, ku fuqia dhe pushteti është monedha që lëviz dhe shkëmben të gjitha marrëdhëniet politike dhe diplomatike. Dhe përpjekja e Europës për të patur një pavarësi politike, dhe këtë shikojmë jo vetëm me qasjen që Europa si po merë përkundrejt marrëdhënieve me Indinë apo përkundrejt marrëdhënieve tashmë me Këshillin e Bashkëpunimit të Vendeve të Gjirit. Marrëdhëniet e drejt për drejta me Kinën. Apo marrëdhëniet e drejta pikërisht me Kinën, i cili në vetvete, jo vetëm në dokumentin më të rëndësishëm strategjik të NATO-s, është një sfidë për vetë aleancën, përkundër Rusisë që është një kërcënim, e shikoj më tepër si një gabim strategjik afatgjat, pasi mendoj që garancia e vetme e sigurisë që ka vetë Europa për shkak edhe të vetë atij fragmentarizimit dhe nacionalizmave dhe populizmave që kanë vetvete disa vende tepër të rëndësishme, qoftë këtu Britania e Madhe apo edhe Franca, e shoh që partneriteti me SBA-n apo le të themi qasja më pozitive ndaj SBA-s do të jetë vetëm një garanci për të ardhmen. Asnjëherë nuk duhet të qasje pozitive ndaj SBA-s edhe kur SBA-ja nuk i do? Tani unë këtu kam ndoshta një qasje më realiste. Mendoj që ky monopolizimi normative quaj unë që ka Bashkimi Evropian për drejtën ndërkombëtare apo për ligje ndërkombëtare, çfarë duhet thyer kur ne na intereson dhe kur nuk na intereson, atëherë SBA-ja po bën gabim, më duket si dy standarde dhe unë nuk jam shumë pro kësaj qasjes. Më pëlqen kur kemi një sistem realist, të jemi realist dhe mos të bëjmë këto romanticizmat e të drejtës ndërkombëtare, e cila deri më tani mund të themi që është thyer në mënyrë të njëpasnjëshme. Nëse do të shikojmë thirrjen për shembull e Trumpit që ishte patjetër në kufite e krimeve të luftës për shkatrimin dhe shfarosjen e një qytetërimi, në të njëjtën paralele unë do të shkoja dhe për demonstrimin çnjerëzor që bëri vetë regjimi i Iranit, kur vendosi një karvan njerëzish dhe një rrethim me njerëz, pikërisht për t'i bërë ata kavje dhe pre e kësaj lufte për të mbrojtur në vetvete të gjithë të infrastrukturën civile dhe të energjisë. Ndaj mendoj që diskutimi vleror këtu dhe normativ që bën shpeshherë Bashkimi Evropian më duket më tepër një dy standardizim dhe një përpjekje apo mekanizëm që BE-ja do ta përdori kur pozitat politike, do të thoja unë, të vetë liderëve të saj nuk janë aq të forta brenda vendeve të tyre. Është kështu, zoti Çika, që Europa, romanticizmi, ligjit ndërkombëtar, dy standardet, siç thotë zonja Gjoni? Shikoni, në radhë të parë Europa, ose ato që janë marrëdhëniet ndërshetërore dhe ndërkombëtare, bazohen në dy elemente të rëndësishme. Në atë që është edhe realizmi i marrëdhënieve ndërshetërore. Një fuqi ushtarake, dy ekonomia. Europa është në tentativë për të bërë, ose i duhen kohë shumë për të investuar, për të bërë një fuqi ushtarake më vetme,